Përshëndetje. Sot kemi ardhur në Këlqyer. Këtu pas, u shikoni kryqin, këtu në sfond janë varrezat e grekëve, ushtarëve grek të rënë gjatë luftës së dytë botërore, gjatë kohës së përplasjes së italo-greke, të luftës italo-greke. Kam ardhur këtu në Këlqyer sepse ne kanë çuar lekët nga Anglia, 110 euro, nuk po përmend emra se nuk lejohet dhe unë nuk mund ta lija pa ardhur këtu, përderisa vinë lekët, ka pse mos vija unë këtu. Unë me lekët atyre kam ecur dhe kam lëvizur. Po a them që në fillim, ata që na ndihmojnë, aq sa munden, faleminderit shumë, por edhe unë nuk mund ta lej një diçka pa bërë, përderisa ata dërgojnë lekë për të bërë unë diçka. Dhe kam ardhur këtu për të thënë dy fjalë se si interesohen të tjerë, sidomos grekët, për varrezat e të vrarëve në luftën e dytë botërore, dhe se si nuk interesohemi ne fare as për jetën e Arsengjimit, as për jetën e Fatmir Shehut, as për fshehjen e krimit, as për ngritjen në postet e kriminalëve si Alfred Belerit dhe me tjerë që i kanë bërë eurodeputet, pa pyetur fare për ne dhe duke na anshkaluar me të gjitha mënyrat. Si u bën këto varreza? Kjo është historia e parë. Varrezat u bën sepse Shqipëria do të pranohesh në NATO. Dhe duke qenë se do të pranohesh Shqipëria në NATO, ata i thanë që ne të vëmë veto. Çfarë ndodhi? Duke kërcënuar me veto, ata në fillim nuk bëri një vizitë ministri i mbrojtjes. Kjo histori ka filluar nga viti 2003 deri në 2006 kur është bërë. Nuk bëri vizitë ministri i mbrojtjes dhe kjo ishte shenjë qartë që Greqia kishte vendosur veton. Edhe shteti jonë pranoi që të bënte varrezat e ushtarëve grek këtu në këtë anë të Vjosës, jo në anën tjetër që keni përballë, po e bëri në këtë anë, në anën veriore të Vjosës. Edhe pjesë edhe të Majme, jo do si do. Edhe në anën tjetër, siç kuptohet, se kanë në kuptimin e vet, ka litrojës këtë e bën gjithmonë dhe ka bërë. I dini ju se sa ushtarë janë vrarë në kufi? Do Zoti të bëhet të mbarë dhe të komunikojnë për historinë e tyre. Sa janë vrarë që në Saran dhe në Vidhove dhe gjithë kufirit me Greqi nga provokacionet e 29-ës dhe veç provokacioneve, vazhdimisht ushtarë grek shenjonin, do me thënë bënin stërvitje me armë mbi ushtarë shqiptarë. Në kohën e diktaturës do thënë ju, po, ka ndodhur, e din të gjithë. Ka edhe shembull konkret, që kanë shkuar, janë bërë nota, ata janë bërë varra atje. Dhe sot lapidarët atyre janë prishur. Kur shkon andej në Koshovicë, kur shkon në Longo, ku isha unë, lapidarët e tyre janë prishur. Kurse lapidari i këtyre, kryqi këtyre, kisha i këtyre, varrezat e këtyre janë, mashallah janë. E shikoni se janë në rregull, mbuluar, me gjelbrim, me gjithë që nuk shikohen, nuk i zen, nuk t'i kap syri. Kaluam dhe nga kjo. Një gjë më ka bërë përshtypje mua kur jam nisur nga Tirana, se s'kisha dhe kohë, dhe përgatitesha. Do isha në Tiranë sot për të komunikuar, për ca gjëra, për të nxjerrë vendimet nga gjykata e posaçme, nga gjërat e tjera, për vendimet e Belerit që janë shumë, sepse kjo është një histori e madhe. Është edhe ajo që njerëzit nuk e dinë se kush është, gjen në gjykatën e lartë, një vajzë sa unë se di fare emrin këtij, sa ti ke ardhur për një vendim të tip, se erdhe prap. I thash ka marrë për burg tjetër që ka, për dënim tjetër, se ki ka 3 burgime. Pra, ajo harresa jon, shiko se çon, kur ta nuk harruan, pas 80 vjetësh erdhën dhe bën varrezat këtu. Shikoni se ç'bëhet? Ja. Prandaj them unë, një gjë më ka bërë përshtypje, që e lash në rrugë para pak më përpara. Si është e mundur që kur u bën ato negociatat, kur u bën tratativat, si është e mundur që qeveria jonë nuk vuri kusht, ti thoshte, ne do i bëjmë, me qenë se ju na kushtëzoni me varrezat për të na pranuar në NATO, ne do i bëjmë varrezat me një kusht, që edhe ju të na jepni dokumentacionin që të zbardhet masakre e Peshkëpisë. Po nuk e bën këtë, bën vila për vete, morën para, shitën gjakun e Fatmir Shehut, Arsengjimit, ushtarëve të vrarë, të terrorizuar gjithë të tjerëve dhe nuk bën asgjë. As Nano, as Berisha, as Meksi, as njeri prej tyre. Pa në televizion e tyre, hajta kemi mirë me grekun, këta i morën vendin, i bën varrezat, i bën të gjitha që kishin për të bërë. Kurse shqiptarët, ne nuk morëm asgjë, nuk morëm as të zbardhjen e Peshkëpisë. Dhe ajo që nuk e morëm, na bie sot si bumerang në kohë, na bie Beleri dhe na ngjitet në qafë. Edhe hajde bëjmë me një anë atë gjarë për të tmerrshëm. Hajde bëjmë me një anë sot. Nesër pas nesër presin edhe vendimin e Strasburgut, që ta quajnë të pafajshëm si hajdut botash. Në Greqi kanë vjedhur një vit dhe janë dënuar me 1 vit e gjysmë burg. Kam njohur njerëz që janë dënuar, i kanë parë aty, vetë, kanë qenë afër. Ky vjedh vota atje. Dhe kur vetëm ka mundësi që Strasburgu ta nxjerrë të pafajshëm. Atë ditë unë se ta nxjerr të pafajshëm Strasburgu, unë në mes të Tiranës kam vërtetur flamurin evropian. Unë vetëm, ju bëni si doni se unë për vete kam nisur këtë punë, kam dalë vetëm Beleri sepse e lanë të gjithë
edhe gazetarët, edhe pushtetarët, edhe elitarët, edhe intelektualët që bëjnë, se nuk janë, si janë të tillë vetëm sa kanë emrin, por fat të keq që bëjnë qefi njëri tjetër, se po të kishte një klasë të vërtet, me moral të pastër, një elitë të vërtet, i nuk do ishte të gjendje as në këtë hall. Shkojmë me tutje. Pse ndodhin gjitha këto? Ndodhin sepse politikanët tonë, duke mos patur traditë politike, as njerëzore, as shoqërore, as familjare, që kanë ardhur nga hiçi, pa u marrë ndonjëherë me politikë, e njësojnë politikën kombëtare me politikën e ditës. Nëse politika kombëtare do ishte trajtuar si diçka e shenjtë dhe e veçantë, asnjëherë nuk do kishin bërë tolerim as ndaj Greqisë, as ndaj shteteve të tjera, sepse do kishin një objekt, politikën kombëtare do e kishin trajtuar si të shenjtë. Sepse ajo nuk ka lidhje me një parti, me një Berisha, me një nano. Ajo ka lidhje me ata që kanë qenë prej vitesh këtu, prej shekuj këtu, dhe ata që do jetojnë në vite dhe në shekuj këtu, na përshëndesin. Prandaj, kur e njëson, e bën politikën e ditë, politikën e ditës e bën politikë kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe politikën kombëtare dhe ndërkombëtare e bën politikë të ditës, këto ndodhin, vjen tjetri të vën kushte, edhe merë në dispozicionin ten, vën belerin të gjithë të tjerë, bën aleanca me lloj-lloj grabiqarësh, me lloj-lloj vrasësish, me lloj-lloj tradhtarësh, duke njësuar këtë tham politikën e ditës me politikën kombëtare. Shkoj edhe kjo pjesë. Këtu janë varrosur eshtra. Ato eshtra, këtu janë bërë akuza për shitblerje eshtrash. Edhe kjo nuk duhet harruar. Të gjitha u kaluan, vetëm ai kapitull nuk u kërkua zbardhja e peshkëpisë. Për këtë kemi ngulin ne, se këtë kemi në qafë, kjo në ka rënë në qafë. Prandaj kemi ngul, prandaj kam marrë nga Tirana sot dhe kam të kthyer prapë te Tiranë me të shpejt, bile se janë punët që s'na lënë. Eku dhe kjo tjetra. Shikoni pllakat këtu, shikoni varrezat këtu, shikoni kryqin dhe kishën këtu. Shkoni dhe shikoni peshkëpi. Kanë shkuar fshati, një fshat, disa njerëz shumë agresiv nga aty, dhe nga afër atje, të Mavit, sa ata janë të përfamë, kanë shkuar dhe e kanë hequr pllakën e përkujtimore, e kanë hequr, kurse këtu, nëse vazhdojnë ata të bëjnë provokime të tilla, duke prishur lavidar, duke hequr pllaka, do vim dhe ne një ditë t'ju heqim edhe ne pllakat këtyre. Mos të duket çudi, se edhe ne njerëz jemi, gjak kemi edhe ne, nuk e kemi ujë të gjithë gjakun, sepse ka një pjesë e madhe ujë për fat të keq nga këta të politikës. Populli shqiptar një ditë mund të reagoj, mund të bëj çuditëra. Delet nga trut njeriu se shikon se si i tallen. Edhe nuk i japin të dhëna, edhe nuk e zbardhin, edhe vinë edhe i heqin lapidaret, heqin pllakat dhe gjitha këto. Edhe këtë mos më harroni këtë kapitull se nuk do të harrohen, prandaj kam marrë që të mos harrohen dhe i kam shënuar një nga një, se duke ecur rrugës dhe duke shënuar. Sa për ju që mund thoni, ma pse dole sot e vonë këtë janë dhe, po, vonë kam dalë, pse halligji isha, po të them, do thash edhe në fillim që më kanë dërguar një lekë ata për qef, nuk më dhanë për këtë punë dhe unë kam marrë dhënë. Ju i keni lekët, me mënyra nga me të ndryshme, me heshtjen tu i keni bërë ato lekë, për fatin e keq, që flisni që thoni pse vinë unë këtu dhe e kujtuar vonë se s'kisha. Ashtu dhe. Ju i kishit dhe i keni dhe s'keni për të ardhur kur, me mënyrë vonë se kur, erdha unë. Tu e kishit këto, tu i kishit edhe ata në peshkopi, çështjet e peshkopisë, çështjen e fytyrës, edhe belerin atje e patët, që s'dolë do t'jo vezë, ju i në mësuar të hani vezët edhe kose e groshën, nuk jeni ju për të dalë atje. Disa prej jush që më thoni mua ke dalë vonë, s'jam vonë hiq, se ata të rinjt nuk e din fare dhe që ka ndodhur. Tani, si procedur tani, shërper me dosje. Dosja është hapur në vitin e 25, në vitin kur çështja mbyllet. Fiks, që mos e harrojmë këtë. Kjo është një dinakëri e madhe, edhe nga brenda, nga jashtë një vendim politik, se tani avokate, prokurorë, të gjithë, sa të gjejnë për peshkëpinë, thonë kjo është një çështje politike dhe me njerëz dridhen ata, zverdhen ata, i mbarojnë të gjallë. Unë se kam ndërmend të besjeta apo fjala. Investigimi herë u bën në kohën e pandemisë. Imagjino se çfarë pune mund të bësh në pandemi. Të merri madh. E dyta. Prokurore ishte Manjola Kajana. Një profil shumë i ulët e pa njohur dhe asgjë. Për një bandë të tillë terroriste, për një organizat kaq agresive, vrastare, si Mavi, duhet ishin 2-3 prokurorë dhe me famë, me profil të lartë, juridik, politikën ta shtuaj, social. Jo një copë prokurore këtu që se një kërkush në Shqipëri nuk e ka njëri në refene, se ka patur ndonjëherë dhe dela jo dhe bën gjithat e bandë terroriste dhe zbulonte Manjola Kajana, një damla që s'na bija ne dhe Manjolës me gjithë ne. Dhe e fundit, hetimi u la pas 20 vjetësh, 25 vjetësh. Do më thënë që të ketë rrjedhur shumë kohë,
që t'jetë futur në fondin e harresës. Kjo është një tradhti e madhe. Kam ardhur këtu duke shpresuar që gjykata e lartë, Sokol Sadushi, edhe pjesëtarët e tjerë të gjykatës së lartë ta rikthejmë prapë në SPAK dhe të fillojë hetimi serioz nga e para. Të fillojë me Dumanin. Ai mund ta zbërthejë, nëse e zbërthen ai mirë, nëse nuk e zbërthen ai, kjo çështje ngelet pa u zbërthyer. Kanë për të marrë varreza këtu, kanë për të marrë sheshe, kanë për të marrë shkolla, kanë për të marrë gjitha. Ne nuk morëm as atë bazën që u kapën armët, u kapën njerëzit e kurve puna nuk pranuan të japin asnjë të dhënë, i bën të gjitha ata, ne s'bëm asgjë sepse i kemi të shitur parin, i kemi të shitur ata që i themi elit, i kemi të shitur ata që thuhen intelektual, përndryshe do reagonin dhe ata si unë dhe si ju. Me po për fat të keq që do detyrohemi të reagojmë dhe nuk do heshtim, çështja është që kaq sa mund të bëjmë do bëjmë. Unë ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mira.